Delegati Mateus u kthye në qytetin e tij të lindjes duke besuar se nëna e tij jetonte rehat fal parave që ai I dërgonte çdo muaj. Por kur hapi derën e një kasolleje të shkatëruar, ai kuptoi se diçka ishte shumë gabim. Ajo që zbuloi aty do të ndryshonte përgjithmonë gjithçka që ai besonte për dashurinë, sakrificën dhe familjen. Shiu përplasej mbi xhamin e përparm të makinës zyrtare, ndërsa Mateus ngiste nëpër rrugët e njohura të Villa Esperança, qytetit të tij të lindjes. Kishin kaluar shumë vite që kur ishte larguar si një iri ëndërrimtar dhe tani kthehej si delegat I policisë federale, me kostum të përkryer dhe me një automjet që mbante stemën e Republikës. Zemra I rrite fort kur dalloi sheshin qendror, kishën ku ishte pagëzuar, dyqanin e vogël ku blinte ëmbëlsira fëmijë. Gjithçka dukej më e vogël se në kujtimet e tij, por e mbushur me nostalgji. E kishte planifikuar këtë vizitë si surprizë për nënën e tij, Esperança. Donte ta shihte të buzëqeshte kur të zbulonte sa shumë kishte përparuar. Gjatë gjithë këtyre viteve, ai kishte dërguar para rregullisht çdo muaj, pa mungesë, një shumë bujare, duke menduar se ajo tashmë duhej të jetonte me qetësi. Ndoshta edhe ta kishte rregulluar shtëpinë e vjetër ose të ishte zhvendosur në një vend më të mirë. Kur u afrua në lagjen ku kishte lindur, një ndjesi e çuditshme e pushtoi. Rrugët dukeshin më të rënuara, shtëpitë më të vjetra, sikur koha të kishte ndalur aty në mënyrë mizore. Kur mbërriti në rrugën ku priste të gjente shtëpinë e nënës, ai frenoi I tronditur. Në vend të një shtëpie të rregulluar me kopsht, qëndronte një kasolle druri e shkatëruar me derasa të lirshme, çati të mbuluar me copa najloni dhe mure të zhveshura nga boja. Zbriti nga makina me këmbë që I dridheshin. Si mund të jetonte nëna e tij në këto kushte? Ku kishin shkuar paratë që ai dërgonte? Para se të trokiste, dera u hap me një kërcitje. U shfaq një grua e moshuar, e përkulur nga koha, me rroba të thjeshta dhe të arnuara. Për një çast ai nuk e njohu. Kur dëgjoi zërin e saj të dridhur, zemra I u coptua. Ishte Esperança. Ajo ishte më e dobët, me flokë krejt të bardhë dhe duar të ashpra nga puna, por sytë I shkëlqenin ende me të njëjtin dashuri të pakushtëzuar. Brenda, pamja ishte edhe më tronditse, mobilje të improvizuara, një dyshek mbi derasa, enë të vjetra dhe një llamb e vetme që ndriçonte hapësirën. Mateus nuk arrinte të kuptonte. Ai kishte dërguar para çdo muaj. I mjaftonin për të jetuar mirë. Ku kishin shkuar? Nëna e tij, me një qetësi të butë, I tha se paratë ishin përdorur shumë mirë. Ajo solli disa fletë dhe I tregoi dëshmi pagesash me emra të ndryshëm. Nuk ishin të sajat. Ajo I shpjegoi se kishte ndihmuar njerëz që kishin nevojë, të rinj me ëndra, por pa mundësi. Filloi me një fqinje që nuk kishte para për të dërguar djalin në universitet. Pastaj me një vajzë që donte të bëhej infermiere, me një djalë që studionte programim. Ajo u tregoi fotografi të diplomimeve, fytyra të buzëqeshura, jetë të ndryshuara. Mateus mbeti pa fjalë. Nëna e tij kishte përdorur çdo qindark për të ndihmuar të tjerët të studionin. Ajo kishte krijuar, pa zhurmë dhe pa lavdi, një rrjet ndihme. Në sytë e saj, ajo nuk ishte e varfër. Ajo kishte shumë fëmijë shpirtëror të shpërndarë në përvend, të gjithë të formuar, të gjithë duke punuar, të gjithë duke ndihmuar të tjerët. Ajo ruante letra falënderimi, tregime për jetë të shpëtuara, për fëmijë të mësuar, për ëndra të realizuara. Për të, kjo ishte pasuria e vërtetë. Megjithatë, Mateus ende pyeste veten si kishte arritur ajo të organizonte gjithçka kaq mirë. Të nesërmen në mëngjes, ndërsa pinin kafe, disa gra erdhën në kasolle. Ato u prezantuan si bashkëpunëtore të saj. Ato formonin një rrjet solidariteti. Njëra merrej me verifikimin e familjeve, fliste me mësues e fqinjë për të kuptuar nëse ndihma ishte vërtet e nevojshme. Tjetra kujdesej për llogaritjet financiare dhe ndjekjen e shpenzimeve. E treta mbante kontakt me të rinjt pas përfundimit të studimeve, I orientonte në punë dhe I shoqëronte në hapat e parë të jetës profesionale. Nuk ishte një institucion I regjistruar, por një organizim I ndërtuar mbi besim, përkushtim dhe transparencë. Mateus I dëgjonte I mahnitur. Nëna e tij, një grua e thjeshtë, kishte ndërtuar një sistem ndihme që funksiononte me disiplinë dhe zemër. Ajo kishte hequr dorë nga rehatia për t'u dhënë të tjerëve shansin që djali I saj kishte pasur. Për të, dashuria nuk ishte grumbullim, por dhënie. Sakrifica nuk ishte humbje, por investim në jetë të tjera. Dhe familja nuk kufizoi vetëm të gjaku, por të ata që mbante në zemër dhe që rriteshin fal një dore të shtrirë në momentin e duhur.
Ata punojnë në komunitete të varfra dhe disa prej tyre po japin mësim falas në fushat e tyre. Mateus ndjeu një të dridhur në trup. Ata e kishin shumë fishuar të mirën që kishin marrë. Pikërisht kështu, tha Esperança me krenari. Marina, mësuesja, arriti të alfabetizoj 10 fëmijë vetëm në vitin e parë. Paulo, veterineri, ka trajtuar dhe sterilizuar qindra kafshë të braktisura pa kërkuar asgjë në këmbim. Conceição hapi një dosje tjetër dhe shtoi se kishte edhe më shumë histori. Sandra, infermierja, kishte bindur spitalin ku punonte të organizonte fushata vaksinimi falas në zonat periferike. Roberto, programuesi, kishte krijuar një aplikacion falas që lidh njerëzit në nevojë me vullnetar të gatshëm për të ndihmuar. Ky aplikacion kishte gjeneruar mijëra veprime solidariteti dhe kishte krijuar ura midis atyre që kërkonin ndihmë dhe atyre që dëshironin të jepnin diçka nga vetja. Mateus mbajti kokën me duar, i mbingarkuar nga emocioni. Ju e keni kthyer një ndihmë të vogël fillestare në një valë të vërtet transformimi shoqëror? Nuk ishim ne, tha Esperança me zë të bull. Ishte dashuria e shumëzuar. Çdo i ri që mori ndihmë e kuptoi vlerën e dhënies dhe të kthimit të së mirës. Fernanda nxori një letër të fundit. Shiko këtë, erdhi javën e kaluar. Është nga lehtësia, infermierja pediatre. Mateus lexoi me zë të lartë fjalët plot mirënjohje. Lehtësia tregonte se kishte bindur ekipin e saj të bënte turne vullnetare në fundjavë në një qerdhe të varfër dhe se tashmë kishin ndihmuar qindra fëmijë. Ajo shkruante se një farë e vogël mirësie ishte shndërruar në një pyll të tërë dashurie. Heshtja që pasoi ishte e thellë. 4 gra të thjeshta, të ulura në një kasole të vjetër, po koordinonin një rrjet transformimi shoqëror që prekte mira jetë. Si ja dilni të jetoni, pyeti më në fund Mateus. Conceição shpjegoi se secila punonte për të siguruar jetesën. Ajo kishte një furrë të vogël buke, Isabel ishte rroba qepse, Fernanda përgatiste ëmbëlsira me porosi dhe parat për studimet vinin nga kontributet e Esperancës. Por Isabel shtoi se vitet e fundit disa nga të rinjt e formuar kishin filluar të kontribuonin në mënyrë anonime. Ata nuk e dinin kush I kishte ndihmuar, por donin të ndihmonin të tjerë. Fernanda tregoi një fletore ku ishin shënuar kontributet mujore, dhurimet vullnetare dhe sakrificat e bëra nga secili. Po ja kalojnë të mirën përpara, përshpëriti Mateus me zë të dridhur. Esperança nxori një zarf të mbyllur. Ishte një letër nga Clarissa, e para që kishte marrë ndihmë. Brenda kishte një fotografi të saj si mjeke në një qendër shëndetësore rurale dhe një letër ku tregonte se po punonte në një komunitet të izoluar, kishte ndihmuar në lindjen e shumë fëmijëve dhe kishte shpëtuar shumë jetë. Ajo shkruante se një nën I kishte thënë se ishte një engjëll I dërguar nga Zoti, por ajo kishte përgjigjur se engjëjt e vërtet ishin ata që I kishin dhënë mundësinë të studionte. Bashkë me letrën kishte edhe një kontribut për të ndihmuar brezin e ardhshëm. Sytë e Mateusit u mbushën me lodh. Ai e kuptoi se nëna e tij nuk kërkonte kur merita apo mirënjohje. Për të rëndësi kishte vetëm numri I jetëve të prekura dhe ndryshimi I vërtet që krijoi. Conceição tha se kishin edhe kandidat të rinj për të ndihmuar, të rinj që donin të studionin psikologji për të mbështetur viktimat e dhunës, inxhinieri për të ndërtuar shtëpi për të varfrit, pedagogji për të edukuar fëmijë të tjerë, dhe profesione të tjera që shërbenin drejt për drejt komunitetit. Mateus e pyeti nënën si do t'i financonin këto ëndra të reja. Ajo u përgjigj me thjeshtësi se parat që ai dërgonte, së bashku me kontributet e ish përfituesve dhe sakrificat e tyre të vogla, ishin të mjaftueshme për të vazhduar. Ai u shqetësua sërish për kushtet në të cilat ajo jetonte, por Esperança e shikoi kasollen sikur të ishte një pallall. Për të, pasuria nuk ishte në mure apo mobilje, por në njerëzit që po ndryshonin botën fal një zinxhiri dashurie. Ajo kishte pranë vetes gra të jashtëzakonshme, dhjetëra të rinj të shpërndar kudo që po shërbenin dhe të tjerë që do të fillonin së shpejti udhëtimin e tyre. Si mund të ndiej e varfër, Conceição I tha Mateusit se nëna e tij ishte gruaja më e pasur që njihnin, e pasur në qëllim, në dashuri dhe në trashëgimi shpirtërore. Isabel shtoi se ajo kishte zgjedhur të krijonte një ushtri të heshtur njerëzish që ndryshonin realitete. Fernanda mbylli dosjet dhe tha se gjithçka kishte filluar nga një gjest I thjeshtë, nga dëshira për të ndihmuar fëmijën e një fqinje. Mateus e shikoi nënën me sy krejt të rinj. Ajo nuk ishte thjesht një grua e moshuar që jetonte në varfëri, por themeluesja dhe zemra e një rjeti që po transformonte qindra, ndoshta mira jetë.
Megjithatë, brenda tij lindi një dëshirë e fortë për të bërë më shumë për ta nderuar sakrificën e saj në një mënyrë që ajo të mos e harronte kurrë. Ai e ndjeu se ajo që kishte zbuluar ishte vetëm fillimi i një të vërtetë edhe më të madhe, se puna e saj kishte një shtrirje dhe një thellësi që t'i kalonte çdo imagjinat. Sëmundje. Si arriti të organizonte gjithë këtë? Sandra ndaloi për një çast me një buzëqeshje nostalgjike. E di, unë mësova fal një organizate anonime. Kur nuk e mora vesh kush më ndihmoi, por mësova se kur merr ndihmë, krijon një borxh mirënjohjeje me universin. Esperança i shtrëngoi lehtë dorën Mateusit. Atëherë vendosa ta kthej duke u kujdesur për ata që kishin më shumë nevojë. I binda koleget e mia të bënin turne vullnetare, sigurova donacione me barna, organizova partneritete me njësi të tjera shëndetësore dhe rezultatet ishin të jashtëzakonshme. Vdekshmëria foshnjore në këtë komunitet ra ndjeshëm. Rastet e kequshqyrjes u ulën në mënyrë drastike. Sandra tregoi një grafik në mur dhe më e bukura, komunitetet të tjera filluan të kopionin modelin ton. Infermiere nga spitale të ndryshme erdhën për të mësuar metodat tona dhe i zbatuan në rajonet e tyre. Llogarisim se modeli ynë ka arritur tashmë të mira njerëz. Mateus gëlltiti me vështirësi. Mira jetë të prekura. Ndalesa tjetër ishte në një klinik veterinare popullore ku punonte Paulo. Ata mbërritën pikërisht gjatë një fushate mujore të kastrimit falas që ai organizonte. Ai po ekzaminonte një qen të braktisur me aq butësi sa që Esperança u përlodh. Ai tregoi se gjithçka kishte filluar kur u diplomua dhe ndiu nevojën të kthente atë që kishte marrë. Krijoi një projekt kastrimi falas për kafshët e familjeve të varfra. Çdo muaj, ai dhe veterinerë të tjerë vullnetar ndihmonin 10 kafshë. Popullsia e qenve të braktisur në qytet ishte ulur ndjeshëm. Veterinerë të tjerë ishin frymëzuar dhe kishin krijuar projekte të ngjashme në qytete të ndryshme. Metodat e tij po përhapeshin. Kur u kthyen në kasole, heshtja në makinë ishte e thellë. Mateus po përpunonte shifra marramendëse. Qindra fëmijë të arsimuar, mijëra njerëz me shëndet më të mirë, mijëra kafshë të shpëtuara, modele që po kopioheshin në shumë vende. Nën, tha ai, a e kupton për masën e asaj që ke krijuar? Esperança përgatiste kafen me thjeshtësinë e zakonshme. Çfarë kemi krijuar, bir? Një revolucion të heshtur. Çdo i ri që ndihmuat nuk u formua vetëm, por u bë një shumë fishues i transformimit shoqëror. Ajo buzëqeshi me përullësi. Ne vetëm mbollëm fara. Ata e rritën pyllin, por ai nuk e kuptonte si ajo mund të jetonte ende në atë kasole të rënuar, ndërsa farat e saj kishin krijuar një pyll kaq të madh mirësie. Për të, ajo kasole ishte e shenjtë. Aty kishte filluar gjithçka. Ishte selia e një revolucioni dashurie, vendi ku ishte mësuar se pasuria e vërtet nuk është ajo që grumbullojmë, por ajo që ndajmë. Mateus e pyeti nëse ndonjë nga të rinjt kishte tentuar të zbulonte se kush ishin bamirësit. Esperança buzëqeshi me një mister të ëmbël dhe tha se së shpejti ai do të zbulonte se çfarë kishin arritur disa prej tyre të mësonin dhe se çfarë kishin bërë me atë zbulim. Të nesërmen në mëngjes, trokitje të ndryshme u dëgjuan në derë, më të forta dhe plot emocion. Kur dera u hap, u shfaqen Marina, Sandra dhe Paulo, secili duke mbajtur dhurata dhe me lot në sy. Ata i thanë se kishin zbuluar se kush ishte bamirësja e tyre anonime. Ata kishin hetuar për vite me radhë dhe kishin kuptuar se të gjithë vinin nga e njëjta zonë dhe se të gjitha gjurmët i çonin te një grua e mirë që ndihmonte të tjerët. Ata kishin folur me fqinjë, tregtar, njerëz të vjetër të lagjes dhe të gjithë përmendnin një zonjë që sakrifikonte gjithmonë për të tjerët. Një fotografi e vjetër nga një festë shkolle i kishte bashkuar të gjitha pjesët e mozaikut. Në të, ata shihnin veten si adoleshent, duke marrë pije nga duart e saj, javë përpara se të merrnin lajmin për bursat. Ata kishin zbuluar gjithashtu se ajo kishte një djalë që punonte larg dhe i dërgonte para. Të gjitha pjesët u bashkuan. Ata u përkulën para saj me mirënjohje dhe i thanë se ajo kishte marrë paratë e të birit dhe i kishte kthyer në ëndra për ta. Ajo kishte hequr dorë nga rehatia e vet për t'u dhënë atyre një të ardhme. Ata zbuluan se nuk ishin vetëm 3, por shumë të rinj të tjerë nga e njëjta zonë që kishin përfituar nga e njëjta dorë e fshehtë. Të gjithë kishin folur me të për ëndrat e tyre përpara se të merrnin ndihmën. Ata kishin krijuar një listë dhe kishin marrë një vendim të përbashkët, të kujdeseshin për të dhe të vazhdonin punën e saj. Ata kishin mbledhur fonde për të rinovuar shtëpinë dhe për të krijuar një fondacion që do të mbante emrin e saj.
Secili prej tyre do të hapte një degë në qytetin ku jetonte për të ndihmuar të rinj të tjerë. Mateus ishte i tronditur. Nëna e tij kishte krijuar një rrjet shumë fishuesish që tani po bëhej një institucion kombëtar. Të rinjt e përqafuan dhe e quajtën nën, sepse ajo ishte bërë nëna e zemrës për të gjithë. Ajo kishte krijuar një familje të madhe, jo nga gjaku, por nga dashuria. Më vonë, ata u kthyen përsëri dhe këtë herë erdhën të gjithë të rinjt që kishin përfituar nga ndihma. Ata mbërritën me makina, autobus dhe motocikleta, duke sjellë lule, dhurata dhe buzëqeshje. Secili u prezantua dhe tregoi se si po shumë fishonte të mirën që kishte marrë. Mjek që shpëtonin jetë, mësues që edukonin fëmijë, infermier që kujdeseshin për të sëmurët, inxhinier që ndërtonin shtëpi për të varfrit, veteriner që shpëtonin kafshë, programues që krijonin mjete për solidaritet. Çdo histori ishte një dëshmi se një akt i vogël dashurie ishte shndërruar në një valë të madhe ndryshimi. Ata i dorëzuan një raport që tregonte për masën reale të ndikimit, 10 mijëra njerëz të prekur drejt për drejt ose tërthorazi nga puna e tyre, qindra vende pune të krijuara, organizata të reja të themeluara, metoda të përhapura në rajone të ndryshme dhe një perspektivë që në të ardhmen të prekeshin edhe shumë më tepër jetë. Ata i treguan gjithashtu se fondacioni i tyre ishte njohur zyrtarisht dhe se do të merrte mbështetje për t'u zgjeruar. Pastaj, në një moment solemn, ata kënduan një këngë të kompozuar posaçërisht për të, duke falendëruar nënën që kishte zgjedhur të ëndërronte jo për veten, por për të tjerët dhe që kishte kthyer dashurinë në shumë fishim. Ndërkohë, jashtë kasolles, 10 vullnetar kishin filluar punën për ta rinovuar plotësisht. Ajo shtëpi e thjeshtë do të bëhej jo vetëm një vend i denjë për të jetuar, por edhe selia e fondacionit me zyra, bibliotekë dhe një memorial për të gjithë ata që kishin kaluar dhe që do të ndihmoheshin në të ardhmen. Njerëz nga të gjitha anët erdhën për të kontribuar, prindër të fëmijëve të arsimuar, pacientë të shëruar, familje që kishin përfituar nga projektet, të gjithë të bashkuar nga mirënjohja. Mateus e kuptoi se ishte dëshmitar i një rrjeti të pafund dashurie dhe mirësie që ishte zgjeruar shumë përtej imagjinatës. Ai i tha nënës se ajo kishte krijuar një valë që nuk do të ndalej kurrë. Ajo ju përgjigj se gjithçka kishte filluar me dashurinë e tij për të dhe se ajo dashuri ishte shndërruar në një forcë universale. Në fund, ai pranoi një rol drejtues në fondacion për të vazhduar misionin e saj dhe për ta bërë historinë e tyre një burim frymëzimi për botën. Ai kuptoi se pasuria e vërtet ishte të shihej se dashuria që mbjell shumë fishoi pafund, se një jetë e thjeshtë mund të ishte djepi i një revolucioni të mirësisë dhe se kur mbjell dashuri, korr përjetësi.